Mirëmëngjesi njerëz të mirë kudo që ndodheni në botë. Sot do doja të flisja për fillimet e reja, po të parë në një këndvështrim tjetër, ndryshe nga ajo që incizova para 5 ditësh. Fillimet e reja mbas një dështimi. Sepse ka momente në jetë që jeta na godet fort, por shumë fort. Ne përpiqemi me të gjitha forcat ta ndërtojmë punën tonë, por na detyrojnë disa që ta mbyllim atë. Ndërtojmë jetën tonë, por dikush ndahet nga jeta dhe na lë dhimbje shumë të fortë. Ndërtojmë dashurinë tonë, por dikush futet në mes dhe personi yt të tradhton dhe largohet me dikë tjetër duke të zhgënjur. Por çdo humbje, çdo dhimbje apo çdo zhgënjim nuk erdhi tek ne për të na ndalur, po për të na treguar se sa të fortë jemi ne brenda vetes tonë. Aty ku ne mendojmë se nuk do ngrihemi më, aty ku ne jemi shumë të thyer brenda në shpirtin tonë, aty nis ajo forca jote e vërtet. Mos harro se çdo fund është një fillim i ri për ta rindërtu ti jetën tate, po për ta rindërtu me më shumë mençuri dhe me më shumë besim dhe dashuri për veten tate. Sepse ti ke shumë cilësi brenda vetes tënde. Por këto situata të bëjnë të kuptosh që ti duhet t'i nxjerrësh dhe të tregosh se kush je. Ngrihu atëherë. Ngrihu edhe nëse të dridhet shpirti nga dhimbja, nga zhgënjimi, apo nga çdo gjë tjetër që ta ka krijuar jeta. Bëje hapin e parë, edhe nëse ty të duket që ajo rrugë është e turbullt. Hec në ta, je i fort, sepse i fort nuk është ai që nuk bie asnjëherë, por është ai që ngrihet çdo herë edhe me më shumë dritë në shpirtin e tij. Unë po ju pyes tani, cila ka qenë hera juaj e fundit kur jeta ju rrëzoi, por ti zgjodhe përsëri të ngrihesh dhe të tregosh që je i fort.